Tani, jo që të kthehemi. Jo që ti ndajmë shik. Unë nuk guxoj të them që ka bërë dikush planin që do të na shojë. Po. Ama që fitimi na ka errur syt, kjo nuk diskutohet. Ja, ato janë në shkelje të ligjit, duhen kapur, duhet të dënohen. Jo, po janë dhe sa ligje që janë bërë në interes tyre, se kjo është e bukura. Qartë. Ligjet sepse ligjet i bën vet. Okej, për të kthyer, ti marrin tani produktet me radhë. Që të kemë mundësi që diskutojmë me njëri tjetrin. Domethënë, sepse për mua shumë me radhë granit që ti nisesh për të blerë një gjë që thon kjo është bio, ajo është bio, shkon e paguan më shtrenjtë, kjo është pa gluten, pa këtë. Kjo është agnotologjia që them unë. Sepse ne dimë atë informacion që kanë afruar. Informacion tjetër që ty të kanë mashtruar, të kanë marrë lekët më shumë, më shtrenjtë, po në fakt prapë të ka bërë mirë ky produkti. Kjo nuk lidhet as pak me atë çfarë thot zoti Ndoni dhe sigurisht meqense zoti Ndoni thotë gjithmonë po të ke minutat, nuk do ishte keq të futen në një Big Brother 4 muaj, të paktën deri në finale të shkojë dhe gjithë shqiptarët ta dëgjojnë se ka çfarë thot, nëse ka. Sepse në ato çfarë nis dhe lën në gjysmë sigurisht nuk mjafton koha, nuk mjafton koha dhe po e merr në konsideratë ka një shërbim publik i jashtëzakonshëm. Ka një situatë paniku që përhapet nga deklarata të tilla. Tani, ne duhet ndajmë diçka. Ushqimi i sigurt nuk është domosdoshmërisht ushqim cilësor, apo ushqim i mirë për të ushqyer me të. Qofse flasim për deklaratën e zotrisë, në lidhje me akulloret, askush nuk thot hani akullore se janë ushqim i shëndetshëm, pra produkt i shëndetshëm. Rëndësika të jenë sigurta dhe mos ndodha ajo çfarë thot zoti Ndoni që po na helmojnë, po na vrasin, po na mbysin. Sigurisht akullorea ka sheqer, ka ngjyrues, ka aromatizues, ka shtesa ushqimore. Pak tu të lutem. Ta marroj se nuk merrem me sigurinë shëndetësore, atë kuptojmë. Unë merrem me produktin vet, po them. Pikërisht pra, po produkti ka pasojë. Po pra, ruajtja gjëra nuk merrem me to. Ato jam dakord me zotrinë. Duhet të ndajmë gjërat. Ti thuash njerëzve mos hani bukë se vdisni, mos hani akullore se vdisni, sidomos kur në këtë periudhë. Edhe tani që flasim, mund të jenë pikat akullore nëpër Tiranë plot me fëmijë. Është panik i papar mbi asnjë bazë shkencore. Tani informime zotëri. Tani, t'ju thot për shembull zonja Basha, nutricioniste, dietologe, t'ju thot fëmijëve ose njerëzve, mos hani akullore sepse të shëndoshin, sepse kanë sheqer, kanë këto shtesat ushqimore. Është totalisht e pranueshme sepse është dikushi në këtë fushë dhe ka prova shkencore që sheqeri të shëndosh. Por të thuash që do vdisi nga kjo është lutem apo po vetë sharlatan këtu. Më fal, nuk ka lidhje me ju, po ka lidhje me atë çfarë po them. Dhe të lutem, mos ta kthej personale. Granit, pse nga hyrida për shkak ose nga nutricionistët, dietologët, ti e merr për bazë, ndërsa atë që po thot Nikola jo. Në rastin e hyridës, ti ke merakun se sheqeri të shëndosh. Po. Pak problem ose 3 kg më shumë, 3 kg më pak. Puna është sheqeri është i dëmshëm. Dashi dëmshëm për fëmijët. Ne të gjithë dimë që sheqeri është i dëmshëm, sidomos mbi dozë. Kur e merr. Doza është që dancën helm më shumë, helm më pak. Ne dimë që ngjyrueset ushqimor, pavarësisht se janë të lejuar për të përdorur, nuk janë të shëndetshëm. Po ne nuk mund të themi që po na vrasin me qëllim. Po çfarë po na bëjnë? Nëse janë aty dhe i konsumojnë je fiks fare. Po lexosh një ushqim snack ke 500 gjëra në etiket, në produktin aty. Dhe sa më shumë të kesh shkrim në etiket, aq më pak produkt ke brenda. Po askush nuk ka thonë që është i pakonsumueshëm. Askush nuk thotë që të vret. Por nuk është ushqyerje e shëndetshme. Jemi në censur tani çka janë këto gjëra, më vjen keq. Për ushqimet e konservuara, për ushqimet e ngrira, për gjithë aditivat, shtesat që mund të jetë aty, që vetëm mirë. Edhe në vend që të bëhemi 20 të gjithë për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve, që këto po na vrasin, është ngritur gjithë sistemi botror për të shkatruar, për të na shkatruar vetëm çetshesin. Nuk e ka thënë njëri këtë, edhe mos e kaluar, edhe nuk është mirë ta relativizojmë gjendjen. Jemi kundër çametit. Sepse kur nuk ke një studim shkencor, o do kesh dyshime, o do relativizim se morgoja. Jo, s'po flasim për sigurinë, nuk po flasim për sigurinë. Çfarë thash pak më para? Tani nëse flasim, të lutem, nuk thash për sigurinë, nuk thash për sigurinë. Si mund thuash ti mbyllën fare dhe bukë se buka vret. Produkti vet nuk është i shëndetshëm. Po, çfarë ka buka? Po çfarë do të ta shpjegoj? Si çfarë ka buka? I ka të gjitha. Proteinat, ka karbohidrate, ka fibra, ka protein, ka gluten. Po çfarë të fillojnë të shpjegojmë këto? Ka fibra. Pra se deri ti dhe thua nuk ka të bëjë mbyllën furrat e bukës. Është gjëja më anormale që mund ta thuash. Ndërkohë unë studioj në Gjermani, se po studioj nuk e marr për bazë të fare, unë tani po bëj studioj sistemin thash. Në momentin që flet zotri, ke një kohë televizive, duhet të jesh shumë i saktë dhe shumë i kujdesshëm për atë që nxjerr nga goja. Jam shumë, po më lër të shpreh pastaj. Nëse do përgjigje.
Në qoftë se do bësh monolog, pastaj do të bësh prokurorin atëre. Ke 20 minuta që flet. E dëgjon. Po flet për teori konspirative, nuk po më flet për siguri ushqimore, nuk po më flet për standardet e Bashkimit Evropian, nuk po më flet për limite, po çfarë? Po më le të shpreh, do më le të shpreh. Po bën refime. Çfarë ka buka? Proteine e drithit është inflamatore. Është shkencore. E kupton? Drithi vet ka acid fitik. Acid fitik nuk le që të përthithi organizmi në asgjë. Duhet të kuptoni një gjë. Mua nuk më intereson, mua nuk është e thjeshtë për donin mua. S'ka gjë. Duhet të kuptoni një gjë. Unë nuk merrem çka ka produkti, unë merrem çka përthithim ne nga ai produkt. Çfarë ai produkt shkakton në organizmin ton. E kupton? Të gjitha kanë. Çdo produkt bimor ti ka. Asnjëherë të tregosh çfarë të ha. Ky është problemi me. Ju kam treguar, kam uluritur, po tash ta mbaroj diskursin e saj, lutem. Ta mbaroj atë asaj. Po nëse do flasësh vetëm ti këtu pastaj. Po tash më lini sfjagojmë ose pastaj mos më akuzoni për teori konspirative. E para mos fol me terminologji. E dyta duhet të jesh i kuptueshëm për publikun. Aq sa i kuptueshëm je kur thua mos ha buk, aq sa i kuptueshëm duhet të jesh kur thua që buka ka acid fitik. Çfarë është acidi fitik? Po për zonin. Pikërisht, po më lër ta mbaroj. Se lere acidi fitik, po them proteina në vetvete e grujt, që janë disa proteina, një ndërto është gluteni, të paktën gluteni e dini, që shkakton celiak disease, por nuk është vetëm gluteni. Çfarë shkakton? Është një lloj një sëmundje zorve që quhet celiak disease, por faktikisht liki got shkaktohet në drithrat. Liki got është dëmtimi i zorve, vrima në zorë. Po, në drithë, nuk më një, pse? Si, ma shpjego pak mekanizmin. Po ta shpjegoj shumë mirë, që se më linim, ta po them se edhe ndërhyni. Po, prit një sekondë ta mbaroj tani, të lutem, prit ta mbaroj tani. Po deri nesër nuk mund të presim ne të na shpjegosh. Po mirë tash. Më shpjego mekanizmin si gluteni krijon inflamacion dhe ç'është inflamacioni. Po mirë, tani ku është e keqja do vini teori të tilla konspirative. Yrida, do dëgjoj. Atëherë, nuk jam absolutisht këtu për të kundërshtuar çfarë thot Nikola, madje për hir të emrit po e respektoj, por do t'i kthehem profesionalisht në përgjigje vetëm në rastet kur të kuptoj kush është Nikola Ndoni, çfarë ka studiuar, sa të vlefshme janë mekanizmat dhe metodat e tij të trajtimit dhe terapive që pretendon, sa të validuara shkencërisht janë ato, çfarë kupton ai me termin inflamacion, dhe kur nëpërmjet metodave të veta holistike që bien kundërshtim dhe thot jam dhe dietolog dhe nutricionist dhe holistik, ta mbaroj. Kishte mjaftuar. Jo, të lutem se e keni çik personale unë e di, po të lutem tani se ngelemi te tema, mos ta kalojmë. Edhe mos u merrni me personin, merruni me ato që shpreh personin. Nëpërmjet metodave të veta holistike të ketë sheshuar së pari barkun e vet, të ketë qetësuar së pari mënyrën e vet të folurit, atëre unë mund t'i përgjigjem profesionalisht. Sa i takon gluteni dhe gjithçkaje që flet, zotria, kur flasim për inflamacion shkaktojnë edhe fjalët që janë kërcënim për trurin e individit dhe aktivizojnë gjëndra si kundër është amigdala, e cila merr konceptin dhe perceptimin e rrezikut. Në momentin që truri merr perceptimin e rrezikut, në mënyrë automatike fillojnë dhe shfaqen dhe çlirohen inflamatorët.